Dëgjoni pak sa interesant është kjo që po i thot Kristi Ilirit. Dëgjoni pak. Faktin sepse ke shpërthimet. Dhe ata e kanë si pikë, me të ty të është zbuluar pika e dobët. Ne e kemi si pikë, ta dim pikën e dobët të shi. Prandaj ti je i padëmshëm. Kupton? Po në momenti që ata fillojnë dhe shikojnë këtë rrezikun që ikën pika jote e dobët, dhe shikosh ti pastaj do jesh kaq rehat. Në fakt nuk e ka keq Kristi, është e vërtet që Iliri pikën e dobët e ka anën e tij emocionale dhe kjo është e dukshme, unë kam thënë që në fillim që ai është një lojtar interesant, por vetëm nëse nuk bi pre e emocioneve të veta, sepse ata janë pastaj që do ta udhëheqin në një rrugë që ndoshta s'është e duhura. Dhe kjo u tregu pak më përpara. Megjithatë, Kristi thotë një të vërtetë që banorët duke ja ditur anën e tij dobët, pra që është ana emocionale, i kanë një armë në dorë dhe nuk e quajnë fort të rrezikshëm. Mirë po, banorët atje brenda, përfshi dhe Kristi nuk di një gjë që Iliri ka mbështetje jashtë dhe normalisht është i fortë, pra e bën të rrezikshëm edhe kështu siç është. Të rrezikshëm thoj Zot, të rrezikshëm pra si lojtar. Pra, Iliri duke patur këtë mbështetjen jashtë, sepse ka njerëz që e duan për ashtu siç është, pra për atë njeriu emocional siç është, ai përsëri është një banor i cili nuk ikën kollaj nga shtëpia. Dhe këtë duhet ta nuhasin ata brenda.